Prokuroria e Lezhës ka kërkuar dënimin me burgim të përjetshëm për Ruben Saraivan, i akuzuar si ekzekutori i biznesmenit Ardian Nikulaj. Pas 2 vitesh proces gjyqësor, organi akuzës paraqiti pretencën këtë të martë në një seancë gjyqësore që zgjati rreth 1 orë. Shtetasi portugez është marrë i pandehur për veprat penale, vrasje kryer për interes ose akmarrje, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, shpërthyese dhe municionit. Sipas prokurorisë ekzistojnë prova të mjaftueshme, dëshmi dhe ekspertiza që identifikojnë Ruben Saraivan si autorin e vrasjes së Nikulajt. Portugezi u ekstradua në Shqipëri më 31 dhjetor 2023 pas vendimit të gjykatës së Marokut, e cila pranoi kërkesën e autoriteteve shqiptare. Biznesmeni Ardian Nikulaj dyshohet se u vra për motive gjakmarrje nga fisi Lex Takaj. Megjithatë, atentati u realizua në formën e një grupi të strukturuar kriminal nga shtetas të huaj që nuk kanë lidhje me kanunin dhe të drejtën zakonore. Ngjarja ndodhi më 19 prill 2023 në lokalin e viktimës Koral në Shëngjin. Si bashkëpunëtor të dyshuar të Ruben Saraivas janë arrestuar 4 shtetas britanik: Harry Simpson, Harriet Bridgman, Thomas Mithan dhe Stephen Hunt, si dhe shtetasi shqiptaro-britanik Edmond Haxhia, i akuzuar si organizatori dhe porositësi i atentatit. Për këta 5 shtetas pritet ekstradimi nga Britania e Madhe.